Mos lejo të të hikin ditët I mërzitëm. Pse shkatrosh jetën tënde? Pse mërzitesh? Pse e prishish jetën tënde? Dashur I xhamat, mundohu që në jetë të jesh prej njerëzve që janë të suksesshëm. E cili është suksesi më I madh në dunjë? Kjo mësim jetësor. S'duhet me qenë mendja në këtë moment diku tjetër. Një herë në javë, një xumë e kemi. Dhe ki mësim jetësor, të vlen më shumë se shtëpia që e ke milionësh në shtëpi. Të vlen më shumë se çdo gjë e cila të rrethon. Mbaje mend mirë këtë. Se suksesi më I madh që mund të arrish në jetën tënde, që është në dorën tënde dhe mund ta bësh këtë do shumë e lehtë, është që ti jesh rob I Zotit tënd. Kjo është suksesi më I madh. Dhe të jesh I kënaqur me atë që Allahu xhalleshanuhu ka caktuar. Raditu billahi rabben. Pas çdo fatkeqësie që të vije, ti mos haro prej gojës tënde të nxjerrësh këtë fjalë. Jam I kënaqur që Zoti im është Allahu xhalleshanuhu. Dhe pastaj inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu të jemi të gjithë ne dhe tek Allahu do të shkojmë. Po çfarë duhesh ka të bëj unë? Bindu në Allah dhe vepro atë që Allahu të ka urdhëruar. Pas kësaj, bindu mirë se çështja e kaderit është çështje e besimit I dashur xhamat. Mos lejo të të hikin ditët I mërzitëm. Pse shkatrosh jetën tënde? Pse mërzitesh? Pse e prishish jetën tënde? Bindu edhe mjafton. Çka të bindem? Bindu se çështja e besimit tënd në 6 kushtet e besimit kur I kemi mësuar me kteb. E prej tyre kemi thonë se besimin kada dhe në kader është çështje e fesë. Po se nuk e besove këtë, s'ke besu hala. Po çka I bije kjo? Atë çka Allahu ka caktuar të ndodhe, do të ndodhe. Dhe pritet I të ndodhe. Ama në qoftë se je mirë sot, mos e mendo të nesërmen, se e nesërmen çka ka me të pru? Asgjë s'ka me të pru e nesërmen përpos asaj çka Allahu xhalleshane ka bo kader. Po pse m'ndodhi diçka dje dhe una duhet të mërzitem me ato çka humba dje, me atë fatkeqësi që e përjetova dje, nuk duhet. Pse? Po e ka qenë e caktuar prej Allahut ndodhe. Ama unë në qoftë se do e kisha bë kështu ashtu kot, në qoftë se dunjon ka e prapa do e kisha ktheje, përsëri nuk do të kishte ndodhur ndryshe posa asaj që të ka ndodhur. E paramendo kur jeton me këtë bindje çfarë jete do të kesh. Sot janë shtuar smundjet në mesin tonë. Sot kemi probleme me trit, kemi probleme me treja tona. Nuk kanë shpresë për jetu. Ka humbë besimin veten. Nuk ka asnjë dritë në jetën e vetën, nuk e sheh. Bukën që e ka në sofër nuk e ha rahat. Pse? Se nuk beson Allahun xhalleshanuhu. Andaj I dashur I xhamat, të lutem për hir të Zotit madh. Mos I hin vitit në hak. Mos e shkatro lumturinë tënde. Mos e prish jetën tënde. Vlerësoje I dashur, vlerësoje. Vlerësoje se Allahu të ka dallu kur të ka bën musliman. Pse ja kthi shpinën Allahu xhalleshanu? A e din sa njerëz të kanë xhelozi ti? A e din sa njerëz dëshirojnë të jenë si te? Mirë, po nuk ju e ja jep mundësinë Allah. Ti je në Islam, ti je një Zotin, pse nuk e respekton ata? Pse nuk mundohesh të forcohesh me Allahun? Sa mundohesh të forcohesh me njerëz në dunjë? Sa mundohesh të forcohesh me sende pa lidhje në dunjë? Harroja atë mund, largoju nga I mund, mundohet të forcohesh me Allahun, nga se Allahu xhalleshanuhu nga çdo gjë tjetër e ka ngrit qetësinë tënde. Dhe do bindesh për këtë. Ama mos prit të shkojë jeta pastaj të bindesh. Mos prit të trihesh në shtratin e vdekjes pastaj thush çka bëna. Mu e prit këtë. Por çka? Bindu që të kënaqesh me këtë bindje. Se të gjithë do e kuptojmë se atë çka Allah ka caktuar do ndodhe. Ama mos jetë vonë dhe mos jetë në pjesën e fundit të jetës tonë, kus do të na bëjë hajër. Jo hajër për tek Allahu xhalleshanu, po hajër në këtë dunjë. Nga se kur je durimtar, kur je sabërli, kur je fort me Allahun xhalleshanu, edhe nëse Allah të provon në djalë, në vajzë, në pasuri, në shtëpi, e krejt nëse ti merr, ti vetëm një gjë e dish, o beshiri sabirin, Allahu është me durimtarët, ti mundon që të insistosh sa më shumë sabër, sa më shumë durim, dhe e din se insistimi sa më I madh në sabër, ti sa më shumë të afron me Allahun, atë intereson dhe atë dush të afrohesh më shumë tek dikush tjetër se sa tek Allahu. Kur hiç. Dije se Allahu xhalleshanu këtë dunjë e ka bën
për me na I theje zemrat. Këtë dunjoj ka bot dunjot së provave. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wath-thamarat. Krejt këta Allahu xhalleshanu na ka bërë me dije se do t'ju sprovoj juve. Me këtë e me këtë e me këtë e me këtë. Por çka? Allahu është me durimtarët. Ti bëu sabërli. Por kur do t'je sabërli? Sabri për me qenë prezent zemrën tënde duhet t'i bëhet vendi. Se nuk jeton. A mund t'jetoje diçka që është e ngrim në diell? Nuk mund t'jetoje. Pse se shkrihet edhe sabri për me duru dhe për me qenë në zemrat tona duhet t'i bëhet vendi. E si bëhet vendi në zemrat tona? Para duhet forsohet imani. Forsoje imanin. Kur ta forsosh imanin, e ketë sigurt sabrin. Kur ta ketë sigurt sabrin, kjo dunjo ka me të shëndru në tana të mira. Po probleme ka, kotë se ka probleme. Unë mbrencin e kom qetë dhe rahat. Lusë Allahun gjelle shanuhu vë gjelle gjelalu, që Allah të na forsojnë këtë din. Nga se zgjidhja të gjitha problemeve është vetëm të qkjo. Vetëm forca në din. Lusë Allahun gjelle shanuhu që të mbill qetësinë në zemrat tona. Që të mbill rahatin dhe lumturin e jetën tonë. Lusë Allahun gjelle shanuhu që Allah të na e mundsoj që në këtë dunjo një detyre kemi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk ju kam krijuar për asgjë tjetër vetëm se të më adhuroni. Kur ne do të jemi të sakt në adhurim, të gjitha problemet dhe çështjet tjera me cilat ne e lodhemi, wallahi dhe billahi kanë marrë. Për më u vërtetu, duhet të jesh I binqëm dhe duhet të adhurosh Allahun xhalla shanuhu. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.